Krisi lufta e Ballkanit, tymi flaka mbulojnë dhenë, therën, grinë, vranë, prenë, doq në poq në mbyt në qgjenë, Rumelia u bërcop, 3 vilajete të shkuan, nga anë e Adriatikut, këto pak vise të mbenë, mamë fort të coptuan, dhe të ndanë fel, biri hyt plak Ismaili me të mendjen e thellë, ngreu shenjë e uruar që vete ke shenjtëruar në atë vlorë historike Antartika mbështjellë. Por, që bëna më me ngratë bitë tu si lala këmimi, hyri grinda, u përçanë, e u pëlqenë cave qëllimë. Në dove një cope mesme, ku ndave prap 3 pjesë, kjo gjëmë s'na del nga mendja këtu fillon me i madh krimi. Kur ardhën mbret princ Devidi, ne pandekëm se shpëtove, atëherë qyqja mënë, ca më keqë u coktove. Propagandat më të ndyta kontrollorët i punuan, u vravllaj me vlla në mamës, fort u dopsovë. Në të tjera zgjedhë, hodhe, u sfilite, u këpute, u gërmadhua e piri, mira binë, dheti fute. Gjithë të zezët mami, hoqe, u raskapite, u trete, por të shpëtoj prap Zoti, se me lot gjaku ju lute. Pak dit nga bite tu njeri flamurin, sa do që e ngriti po që do, se s'qe i vetëm me të tjerë flamur i ngjiti. Ky flamur nuk valoj shumë, prap fati t'u shkretua, u hap lufta e përgjithshme, teatër nga të rim të qiti. Sa filloi kjo luftë e shkret, rishtas në 3 pjesë u ndave, zilli fort të përzhiti, nga gjithë gjë gjallë u lave. Të rop lëkura o mamës, pasuri fares të mbeti, u trete, u varfërove, u bëre trok, u thave. Shqipëri mos dëshpëronesh, na thosh Austro-Hungaria, se për pak vjet do të bëhet autonomi Shqipëria. Ashtu thosh dhe Italia nga Gjinokastra, nga Vlora, ashtu dhe Franca në Korç, gjerë i largoi Perëndia. Ndë një kohë të rrezikshme u ngre durës qeveria, shumë, pak mund të themi na përkrau Italia. Po e drejta me përdhun valon të flamuri ynë, që si që vajti si vajti, sërisht ngjall Shqipëria. Në ndihmoj Zoti e qitnë dhe nga Vlora Italinë, si shpëtuan nga zinxhiri lartësuar Shqipërinë. Desh të futet për së dyti e Sadi, po ju mbush ena një nga një këto mendime plagët mjaft mi përsërinë. Duke u mentuar të tjera vrasjet, presjet, internimet, zonë mistrat të mëngjethen, mu e gërsuan mendimet. Si qisha në shtrat i shtritur, më paske përfshirë gjumi, hije shpirtit, paska kapur udhëtimet. Për të frymëzuar shqiptarët, për të bashkuar dhe për të ruajtur besën e dhënë në Kongresin e Manastirit, Parashevi Qiriazi shkroi himnin e alfabetit. Shqipëri, atë dhe i dashur, nes të lëmë, ty të varfër. Shkronjat tona kem për të mbrojtur me gjithë shpirt shqiptarisht. Ne kemi ardhur për të marrë pjesë në një akademi përkujtimore, për t'ju bashkuar nismë së mrekullueshme të autoriteteve të manastirit, të Republikës së Maqedonisë Veriut dhe të juve vëllezërve tanë të dashur për të përkujtuar këtë ngjarje të jashtëzakonshme, madhore, të shkëlqyer, siç është
kongresi i manastirit, i cili, si që dim ne smaku, nuk jam specialist, miratoi një alfabetin e gjuhës shqipe, të cilin e përpunoi ato mendje shumë të mëndshme që ishin shumë herë më të mëndshme se unë e ndoshta të tjerë njerëz, duke marrë nga abeja, nga abeceja, duke huajtur dhe disa shkronja të tjera për specifikat e gjuhës shqipe dhe na dhanë këtë alfabet që kemi sot. Nuk na dhanë pak, na dhanë një gjë të mrekullueshme, na dhanë një instrument të fuqishëm të bashkimit kombëtar. Do doja që para se të nis fjalimin tim të bëja një apel për instruksionet e autoritetet në Shkup, por jo edhe në Shkup, edhe në Tiranë edhe në Prishtinë, që të hedhin sytë dhe të ndihmojnë për të patur një muze të standardeve siç e meriton të ketë ky objekt, i cili certifikoi dhe sanksionoi alfabetin dhe gjuhën shqipe. Me themelimin e alfabetit të manastirit shqiptarët treguan se janë një popull i civilizuar. Vendosmëria e delegatëve për një alfabet të njësuar, synimi nga perëndimi intelektualëve shqiptar ishte aq i fuqishëm saqë nuk i ndalte dot përballë as propaganda greke, as slave, as ajo turke. Të shikosh 117 vite më pas një dukuri të mrekullueshme dhe jashtëzakonisht të mençur të historisë kombëtare të shqiptarëve, siç ishte kongresi i manastirit, do të thotë të shikosh një nga thelbet më të mëdha të vitalitetit dhe mbijetesës së kombit, për të kuptuar sërish në një mënyrë shumë dimensionale të kaluarën si prapavije lavdishme dhe krenar për të ardhmen. Alfabeti ishte integriteti i kombit, kushtetuta e qytetërimit shqiptar, sfidues deri në fund kundër kryqëzatave historike antishqiptare. Pas këtij kongresi, gjuha si simbol dhe thelbi më i pazvendësueshëm i kombit u paraqit si një armë strategjike, madje si kushti më i parë dhe më substancial i njësimit politik të kombit. Quhem Herald Saraç, jam e profesion avokat dhe për hobby jam edhe botues, bashkë botues. Këtu është njëri nga botimet e shtëpisë botuese Saraçi dhe është antologjia e gazetarisë shqiptare 1913-1915. Vi këtu në manastir me një nocion të veçantë, jam stërlip i Mustafa Qulli. Mustafa Qulli e ka shënuar emrin e tij në ballinën e gazetës Drita, që është botuar këtu në manastir në vitin 1901. Jo pa qëllim, mora numrin 3 të kësaj gazete, sepse këtu titulli kryesor shënon liri të plot për shkronjat kombëtare. Po flas për vitin 1911, po flas për manastirin, po flas për luftën e shqiptarëve, e intelektualëve shqiptarë, e gazetarëve shqiptarë këtu në manastir për gjuhën shqipe, për gërmat shqipe. Kjo nuk është vetëm fakt, por është edhe një dokument që tregon realisht alfabetin që është përdorur në manastir në vitin 1911. Dhe është alfabeti i Stambollit.
që ka disa ndryshime nga alfabeti latin që përdorim edhe sot. Në këtë pikë shtrohet pyetja: po alfabeti latin që përdorim sot, çfarë roli kishte para vitit 1912? E mbi këtë mund të ngrihet edhe një pyetje tjetër, kur alfabeti i sotëm që neve kemi e të i kaloj alfabetin e Stambollit. Po e përfundoj këtë kujdes, më falë se ndoshta u zgjata pak, me fjalët e vetë Mustafait, të shkruara këtu në manastir, 100 e sa vjetë më parë. Bota është një arë për provë. Kemi shpresë se tani e pas kësaj sosen provat dhe mirët vesh e drejta. Edhe duke menduar gjërat gjatë mund të marrim punët së mbarë. Drejtësi mos e lini, se do të shihni hidhërim. Zot i madh u jep në fund domosdo ndonjë gëzim. Është e nënshkruar me nistorët MH në faqen e parë të gazetës Drita. Mustafa Qulli, biri i Leskovikut të djegur nga shovinistët grek, biri Toskëris, u vra 110 vjetë më parë. Ai u vra në Shkodër. Kjo kujtesë e mbajtur sot në manastirin e rilindjes kombëtare ishte në përkujtim të jetës dhe veprës në 110 vjetorin e vrasjes në mbrojtje të vlerë dhe gjuhës shqipe. Edhe nga qëmëria e cila unë vi, kishte mjaft dietar të shquar që punuan për gjuhën shqipe dhe njësimin e alfabetit të saj, si një mënyrë për të ruajtur dhe përforcuar identitetin kombëtar. Shkronjat janë arma më e fuqishme e përparimit dhe diturisë, shkruante kryeri lindasi Hasan Tasini. Prandaj ti pranosh ato, pa treguar kujdes të veçantë, është më dëmshëm se të zgjedhësh një armë pa e provuar më parë dhe të luftosh me të. Hasan Tasini ka hyrë në historinë e shkrimit të gjuhës shqipe e në veçanti të zgjidhjes së alfabetit të përbashkët të shqipes në dy drejtime kryesore. Së pari si pjesëmarrës në mbledhjet e ndryshme që janë bërë gjatë viteve 1867-1879 në Stamboll për këtë çështje, dhe së dyti si hartues i një alfabeti të veçantë të gjuhës shqipe në vitin 1858 që gjeti përhapje pothuajse në gjithë Shqipërinë. Me alfabetin e tij të veçantë, Hasan Tasini deshte t'i tregonte botës dhe shqiptarëve, por dhe opinionit publik dhe shqiptarëve, që shqiptarët, ashtu siç kanë gjuhën e tyre të lashtë, historinë dhe kulturën e tyre, duhet të kenë dhe alfabetin e tyre. Ne shkruajtë Hasan Tasini jemi një kombi veçantë. Kemi gjuhën tonë të veçantë, andaj duhet të mendojmë më vete ashtu siç kanë bërë dhe të tjerë. Në një artikull të shkruar në gazetën Basiret, krahas rëndësisë që i jepte shkrimit të gjuhës shqipe për përhapjen e diturisë dhe zhvillimit të kombit shqiptar, ai vinte theksin të pengesa që kishte sjellë për unitetin e shqiptarëve përdorimi i alfabeteve të ndryshme. Sipas tij, duhet gjetur një alfabet jo vetëm që të ishte i përshtatshëm për gjuhën shqipe, por të ishte edhe larg çdo ndikimi politik. Studiusi Nikos Stilos na ka sjellë vitet e fundit fjalorin e Marko Boçarit, shkruar në vitin 1809, një fjalor dy gjuhësh i greqisë popullore dhe shqipes së thjeshtë, ku provohet si lashtësia e gjuhës shqipe, ashtu edhe e shqiptare. Marko Boçari ishte autori i fjalorit të thjeshtë të parë greko-shqip. Idiomat shqipe të përdorura në të fjalor dy gjuhës janë një veçanti dialektore të toskërishtës dhe përbën një thesar të njërit nga dialekteve më të rralla të toskërishtës që flitet në malsinë e Sulit, me plot elemente të moshme që hasen sot edhe në të folmen e arbereshve dhe në Siçili. Nikos ishte gjendet arbanitët. Në maj e vitit 1890, dorëshkrimi i fjalorit të Marko Boçarit u dorëzuar në Bibliotekën Kombëtare të Paris nga Ukvili. Edhe një rilindas tjetër i shquar, Abedin Pashdino, në kohën e lidhjes shqiptare të Prizrenit, ishte një mbështetës i fuqishëm i shqipes. Rilindasi tanë i kanë njohur me themel alfabetet e lashta dhe kanë patur dije të thella, solide dhe gjuhësore. E bukura e Kongresit Manastirit është që në fakt shqiptarët, duke u përballë me një problem konkret, u bashkuan në këtë vend
për të dhënë një përgjigje, në mënyrë që të kenë një alfabet të unifikuar. Nëntori është muaj i emocioneve, sidomos për ne shqiptarët, kur ne mendojmë për kontributin që ka dhënë alfabeti, edhe këta burra që janë mbledhur bashkë, duke i dhënë drejtim një sfide konkrete, mendoj që përtej të kujtuarit të kësaj ngjarje madhështore, ndoshta edhe ne si shoqëri, si njerëz të kësaj gjenerate, duhet të pyesim çfarë është një kontribut konkret, praktik i kohës tonë që ne duhet ta adresojmë. Edhe ndoshta që ka nevojë për një kongres të tillë. Po marr shkas nga fjala e mrekullueshme e Shkëlzenit dhe nga çështja që ai ngriti. Është e papajtueshme, është e papranueshme që godina ku mbajt kongresi i manastirit, ku mbajt kongresi që sankcionoi përfundimisht juridikisht alfabetin e gjuhës shqipe, që është ngjarja në mos e barabartë, po hapi i parë drejt pavarësisë së Shqipërisë, të mos ketë statusin që duhet ketë. Prandaj ju propozoj që nga ky tubim këtu, që është një tubim me rëndësi për mendimin tim, ne t'i drejtojmë një peticion qeverive të Republikës së Maqedonisë së Veriut, të Republikës së Kosovës dhe të Republikës së Shqipërisë, duke i kërkuar që bashkërisht të kontribuojnë të gjejnë një fond dhe ky objekt të kthehet në pronë të trashëgimisë kulturore të shqiptarëve në Republikën e Maqedonisë. Liga Shqiptare në botë është një shoqat jo qeveritare e krijuar shumë vite më parë nga dy shqiptarë famshëm, vëllezërin Kushnini, që jetonin në Kroaci dhe që në shembullin e popujve të tjerë gjykuan se ishte e domosdoshme që edhe shqiptarët të kishin një organizim unifikues për të sensibilizuar njëri tjetrin dhe të gjithë rrethet shqiptare kudo që ndodhen në hapësirat e ndryshme të rruzullit toksor ku i kanë çuar fatet e jetës së tyre, për të kujtuar se janë bij të një nëne, janë bij të Shqipërisë dhe të shqiptarisë në përgjithësi, dhe janë bij jo vetëm për ta thënë këtë fjalë, por edhe për të krenuar, por edhe për të menduar se çfarë duhet bërë më mirë që shqiptarët që jetojnë në Shqipëri, në Kosovë, në Maqedoninë e Veriut, në luginën e Preshevës, në Maltësi, në Çamëri dhe kudo gjetë të ndihen krenar dhe të bëjnë ç'është e mundur që ato çka janë tiparet e tyre, në radhë parë gjuha, etnia e të tjera, të kujtohen, të respektohen, të vlerësohen dhe të mos harrohen. Historia e gjuhës shqipe është njëkohësisht historia e shqiptarëve, sepse nuk mund të ketë shqiptar pa gjuhë shqipe. Është rrugtimi i tyre i gjatë përmes sfidave për të mbijetuar, dhe ne e dimë se çfarë kemi hequr ne, le të themi pararenësit tanë në mënyrë të veçantë, për të mbijetuar. Është historia e sfidave për identitet. Është historia e përpjekjeve të jashtëzakonshme për bashkim kulturor dhe kombëtar. Çdo kom në historinë e tij ka ngjarje që marrin tiparet e hapit themelor, që shënon kthesën drejt bedijes dhe bashkimit. I tillë është edhe Kongresi i Manastirit i nëntorit të vitit 1908. Një hap gjigant në rrugtimin historik të shqiptarëve, që vendosi përfundimisht alfabetin e gjuhës shqipe dhe bashkë me të edhe fatin e gjuhës sonë të shkruar, duke kontribuar kështu edhe për të ardhmen e kombit shqiptar dhe hapjen e rrugës së bashkimit tonë kombëtar. Ai ishte vërtet një mbledhje gjuhëtarësh dhe dietarësh, por mori vlerat e një kuvendi kombëtar me rëndësi fondamentale që do të shërbente për përgatitjen e terrenit për shpalljen e pavarësisë së Shqipërisë,
sepse në themel të tij qëndronin motive politike, kulturore dhe kombëtare, efektet pozitive të cilëve do të ndjeshin shumë shpejt. Kemi përpjekjet e Petro Nini Luarazit, Nikola Nachos, Koto Hoxhit, Pandeli Sotirit, Mihal Gramenos, Kristo Dakos, Shajin Kolonjës, Mitap Prashri dhe shumë të tjerë, të cilët e kishin kuptuar se pa një alfabet të njësuar nuk mund të kishte as gjuhë kombëtar, nuk mund të kishte as shkollë shqipe, por ajo që është më e rëndësishme, nuk mund të kishte as shtet të pavarur. Ata u bën nxitës të idesë se gjuha është themeli i kombit, alfabeti është çelësi që e mban atë gjallë dhe bashkimi i kombit duhet të nisë prej tyre. Klubi shqiptar Bashkimi i Manastirit, siç thash, thiri këtu 32 delegat me të drejtë vote deliberative dhe 18 pjesëmarrës pa të drejtë vote, të cilët të gjithë së bashku formonin një listë të gjatë. Ata përfaqësonin shqiptarët e 4 vilajeteve dhe pothuajse të gjitha trebave shqiptare, nga Shkodra në Janin, nga Kosova në Shamëri, nga Italia, Turqia, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, nga kolonitë shqiptare të Bukureshtit, Sofjes, Egjiptit e të tjera. Përfaqësonin gjithashtu edhe bashkësitë fetare shqiptare, bashkësinë muslimane, katolike dhe ortodokse, dhe u bën kësaj dëshmitar të një uniteti të jashtëzakonshëm për kohën në cilën jetonin dhe për sfidat e mëdha politike dhe kulturore që kishin përpara. Ruajtja dhe kultivimi i tyre mbetet detyrë gjithkujt. Çdo fjalë që shkruajmë shqip, çdo libër që botojmë, është vazhdimi i asaj vepre të madhe të filluar këtu në manastir. Duke përkujtuar kongresin dhe alfabetin shqip, ne nderojmë vizionin dhe përpjekjet e delegatëve të tij dhe ju kujtojmë brezave se gjuha dhe identiteti kombëtar janë thesare të çmuara që duhet të ruhen në përkushtim. Vetëm duke qëndruar të bashkuar dhe duke respektuar trashëgiminë tonë etnike dhe kulturore, mund të ndërtojmë një të ardhme të ndritur për të gjithë. Sot dhe kurdoherë, shqiptarët duhet ta festojnë këtë ngjarje si datë simbol dhe si mësim për vetdije, për bashkim, për bashkëpunim, për kushtim dhe dashuri ndaj gjuhës dhe identitetit tonë kombëtar. Ta nderojmë, ta mbrojmë gjuhën tonë dhe të ngulisim në mendjet tona se bashkimi i shqiptarëve nisi me bashkimin e shkronjave. Ju falenderoj. Në gjoks që godite, tokën që deshe, ti me gjak vadite. O ti, mre për lama dhe, dritë si ylmi shkrepat, rom, sa e